Pas rrugëtimit të gjatë në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, dy shemër përfolur në mediat Roz, Gjesi dhe Egli shfaqen duke festuar fitore në një lokal nate me stymit të fishek zjarreve. Fituesi i shtëpisë më të famshme, Besart Kelmendi, i njohur me emrin artistik si Gjesi, shpesh herë brenda shtëpisë ka folur qartë për ndjenjën që ka ndaj Eglit, duke i bërë të ditur se i pëlqen të shijojë momentin dhe që mes tyre nuk kanë diçka serioze. Por pas shprehjes si fitues, Gjesi u shpreh se do ja lënë kohës për sa i përket marrëdhënies së tyre, dhe të dy ata u shfaqën në ambientet e një lokali nate duke festuar fitoren e Gjesit së bashku. Në rrjetin e saj Instagram, Egli takundau një video ku shkruaj: "Dje, sot dhe nesër", teksa duke Egli me Gjesin tepër të lumtur krah njëri tjetrit. Ndërsa në rrjetet sociale të fansave janë shpërndar pamje ku Gjesi dhe Egli e shohin mbrëmjen në krahët e njëri tjetrit në tigun e muzikës. Ne duhet të themi se si Gjesi por edhe Egli kanë fituar një rritje të ndjeshme në profilet e tyre në Instagram. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga Showbizi shqiptar.